Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën dhe ftesën për qenë pjesë e emisionit tuaj. Për mua është kënaqësi, si herën tjetër këtë radhë dhe gjithmonë. Herën tjetër do ta bëjmë në studio. Me kënaqësi më të madhe. Unë kam thënë edhe herën tjetër i gatshëm jam kurdo që të vi, sigurisht do të vi shpejt, sepse do të ketë një aktivitet tjetër të rastit dhe do t'ju njoftojnë kohë. Sa herë që ka evente të lidhura me çështje kombëtare, sidomos me respektimin e figurave tona kombëtare dhe në kjo në përgjithësi, po në veçanti për herojnë tonë kombëtar dhe ndërkombëtar, duhet të thotë gjithçka se të cënëveon është një privilegj për të marrë pjesë. Ashtu si unë edhe për shumë të tjerë pjesëmarrës. Po bëhet një punë, do të më thonë të drejtën tash. Po bëhet një punë shumë e mirë. Pikë pari. A ka nevojë për më shumë? Ka nevojë edhe për më shumë, por realisht bëhet një punë krejt e mirë, edhe sidomos kohët e fundit kur ka marrë edhe jo rëndësinë që i takon, se rëndësinë ajo nihet ndërkombëtarisht, rëndësia e figurës gjithçka sot e Skënderbeu. Por këtë e shohim pranishëm tashmë me monumente, statuja, buste, kudo në territorin shqiptar. Ashtu si në zonat arbëreshe, vendbanimet e arbëreshe në Italinë e Jugut, po shohim edhe në Shqipëri, në Kosovë, Malzi, në Maqedoninë Perëndimore, kudo. Pra, vetë kjo mjafton për t'treguar se sa është rrit interesi i shqiptarëve, sa është dashuria e tyre e madhe që ndjen për herojnë tonë kombëtar dhe sa është niveli i respektit dhe i vlerësimit për jetën dhe veprën e tij. Kjo është diçka shumë e veçantë sepse është signifikative. Pse signifikative? Ndoshta nisi fillim tek ai filmi Skënderbeu të vitit 1953, i kinemos shqiptar asë kohë Bashkëpunia Kinemon Sovjetike, kur thën dorën Skënderbeun me Gjinin. Është shumë bukur, është një zgjedhje shumë simbolike, por realisht ajo paraqet shumë më tepër se sa mundjen e krahut ose thyrja e krahut, që thonë, me rrok krahet. Pse? Sepse një kampionat të tillë tregon forcën, vendosmërinë, stërvitin, se thotë se nuk mund dalësh direkt në arenë, nuk dalësh direkt për të kanë shumë i stërvitur edhe t'ia thesh krahun atij. Kjo tregon edhe forcën fizike, intensitetin e stërvitjes, interesin që ke, në njëjtën kohë duke respektuar pra edhe arktim, edhe sport, por duke respektuar jetën dhe veprën e një figure të jashtëzakonshme si herojën e kombëtarë, gjithçka sot në Skënderbeu. Duke u lidhur direkt me figurën e tij, nuk ka gjetje më të bukur se sa ky lloj eventi i konceptuar në këtë lloj formati. Kryetarit Agimit, se kam shumë mikë të dushëm Agimin, kam marrëdhënie shumë të veçantë me ta. Çdo vit ka gjetje të reja. Kjo është shumë e bukur. Kam thënë Agimit, tash e ke rrit standardin aq lart, sa s'di çfarë do të marrësh vitin tjetër. Po vitin tjetër, po 2027, po 2028, sepse Agimi do më vazhdo këtë traditë. Ka kriju shumë bukur, e ka ndërtuar shumë bukur, është një rrugtim shumë i këndshëm, shumë kuptim plot dhe besoj se do të vazhdoj, jam besim plot se do të vazhdoj gjithmonë të sjell gjëra të reja, risi. Çdo vit kam sjell nga një risi që lidhet me figurën e gjithçka sot të Skënderbeut, siç është kjo sotmja. Ju keni udhëtime zakonisht në përtrurit shqiptarës, ja ashtu edhe jashtë, për shembull sikur tash më gjeni në Zvicër. A mundesh më thonë diçka për gjendjen aktuale të shqiptarëve që po ndodh momentalisht në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Lugin, Malzi, po edhe atu ka shqiptar. Përveç shqiptarët aktualisht që janë më keq, se vazhdojnë të jenë keq, është shqiptarët e Luginës. Shpopullimi, problemi i dokumentacionit, momenti që largohen nuk regjistrojnë më gjendje civile. Largimi i tyre i sforcuar, jo me dëshirë, kuptohet, asnjëherë s'ka qenë me dëshirë. Elementi shqiptar i dobësuar deri në atë shkallë sa nga një grup minoritar i rëndësishëm tashmë një grup minoritar, po mundohen ta bëjnë një grup minoritar të papërfillshëm autoritetet serbe. Është ndoshta term i rëndë për ta përdorur, por faktikisht duhet me përdor autoritetet pushtuese serbe, duhet me përdor, sepse aty nuk ka demokraci fare të shqiptarët që jetojnë në Luginën e përshë, por në veçanti sidomos Medvegjen. Për Medvegjen edhe ngrizonin më shpesh paktën 3-4 vitet e fundit sepse problematikat atje janë shumë të theksuara. Për sa i përket gjendjes në përgjithësi të shqiptarëve, politika nuk është as pak mirë, as në Shqipëri as në Kosovë, po ashtu edhe në Maqedoni. Lëm për të dëshiruar. Të gjitha rastet lëm për të dëshiruar. Ka edhe gjëra të mira, marrë dhe hapa pozitive, përgjithsisht lëm për të dëshiruar. Edhe për sa i përket shqiptarëve vetë, paktën në sektorit privat, do të mi përgëzu sepse duke një investimi sidomos në Republikën e Shqipërisë tek ne. Ka një bum të jashtëzakonshëm në zhvillime edhe kjo lidhet vetëm me investime që vijnë nga kompanitë private dhe kryesisht nga Mërgata që investon, Mërgata që jeton në Perëndim që po investon në dhëvën e tyre. Kjo është për të përgëzu, sinqerisht. Rasti i fundit nuk është vetëm rasti i fundit vlorë, ka bë më shumë bujë në media faktikisht, sepse është rasti freskë, por kemi edhe të rrjollit, janë problematika që duhet t'i zgjidh vetë shteti shqiptar. Sepse pronarët, pavarësisht problemeve që mund kanë me dokumentacion se kemi gjithë, unë kam pronat e mi janë në fshat, nuk i kemi gjithë dokumentet për pronatorë, por kjo s'do thotë se nesër mund vi një investitor strategjik i cili mund marrë gjithçka pronën ta shkon brez mas brezi nga strategjisht me mi, edhe të ma marrë dikush tjetër se s'ka asnjë lloj lidhje me atë vend, po themi në petkun e investitorit strategjik. Kjo nuk duhet të ndodhë. Janë dy raste faktikisht që kanë nxitë edhe reagim jo mbar kombëtar, por kanë nxitë edhe reagim nga jashtë, sidomos rasti i Rryllit dhe i Vlorës ku bin sy më shumë, por vetë shteti shqiptar duhet ndërhyjë për ta zgjidhur këtë problem.
Mendoj se bani marrëveshje të tillë me një kompani të huaj, e cila merr territorin në përdorim ose e blen territorin, edhe i fal edhe plazhin përpara, edhe duke ja mohu një të drejtë të tillë popullit tanë, njerëzve që e kanë trashëguar me paktën 3000 vite si jetojmë shqiptarë, si jetojmë në trojën tonë, paktën 3000 vite jemi të pranishëm në territorin tonë, është diçka me të vërtet shumë absurde. Prandaj thamë duhet vetë shteti shqiptar të ndërhyjë për ta zgjidhur këtë problem, nuk mund ta zgjidhë askush tjetër. Po si mund ndërhyjë shteti shqiptar kurse vetëm ata e kanë po? Atje shteti shqiptar mund ndërhyjë ndryshimin e kontratës, ndryshimin e ligjeve, Në kontrata në mënyrë se mos jepet të drejta plot për ta shfrytzuar maksimalisht territorin që marrin investitorë strategjik shqiptar apo thuaj qofshin ata, pra mos jepet të drejtë plot me vepru si të duan ata me një pronë e cila është edhe pronë publike, pronë shtetërore, por edhe pronë private e shqiptarëve të tjerë, e njerëzit që kanë trashëguar nga partë e tyre. Pra duhet të rishikojë ligjet kaq. Atë mund ta bëj si mund ta bëj. Mund ta bëjnë edhe qeveria në pushtet në bashkëpunim me opozitën duke kaluar në parlament, pra vetëm ndryshimi i ligjeve. Kjo është e vetmja zgjidhje.